Anila, jam me ty, shoh që pas teje procesi numërimit vijon, por si është situata në Shkodër? Përshëndetje, Sidorela, jam në KZZ numër 2 ku procesi po vazhdon pa asnjë problematik këtu në qarkun e Shkodrës dhe aktualisht sapo kam përfunduar numërimi i votave për zonën e Dobraçit dhe po vazhdohet më tej për të parë rezultatin edhe për këtë zonë. Por megjithatë, Sidorela, në nivel qarku ku përfshihen të 5 bashkitë, në Shkodër situata është kjo, janë numëruar deri më tani 158 kuti të qendrave të votimit nga 405, ndërkohë që rezultati është Partia Demokratike është në avantazh me 15.105 vota, e mëtej Partia Socialiste me 12.936 vota dhe e treta është PSD-ja me 7.085 vota. Ndërkohë vazhdohet, është mbyllur Fusharzi, ka rezultatet e saj të para, pritet që të mbyllet për 2 kuti dhe përnumëron 2 kuti dhe 2 qendrat e fundit në Puk, nga 18 qendra votimi janë numëruar 16 qendra votimi. Rezultati për Fusharzi përfundimtari është ky, Partia Demokratike 1.315 vota, Partia Socialiste 1.137 vota, Nisma 25 vota dhe PSD-ja 621 vota. Po si paraqitet situata sipas KQZ-s për bashkinë dhe për qytetin e Shkodrës. Dhe natyrisht që përpara votat më të shumta në qytetin e Shkodrës i ka marrë koalicioni Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 8.754 vota, vazhdohet më tej me Partinë Socialiste me 7.499 vota dhe treta është Partia Socialdemokrate me 1.959 vota. Në të vërtetë, PSD-ja ka si pasion të vet nga ajo që kuptohet nga rezultatet e votave të avishuara dhe të publikuara nga KQZ-ja, ka një tjetër bastion dhe një tjetër zonë sikurse është Vau i Dejës, që është në brenda qarkut të Shkodrës dhe nga rezultatet e Vau Dejës deri më tani PSD-ja kryeson me 3.136 vota. Më tej në vend të dytë është Partia Demokratike me 2.228 vota dhe në vend të tretë Partia Socialiste me 1.264 vota. Ne presim nga momenti në moment të ketë një rezultat definitiv dhe përfundimtar edhe për bashkinë e Pukës, pasi siç thash janë numëruar 16 dhe po llogariten 2 kutit e fundit për të parë edhe aty se si paraqitet situata mbi bilancin e votave të qytetarëve për qarkun e Shkodrës, në të cilën po numërohen 5 bashkitë dhe janë 8 KZZ të hapura për këtë proces. Faleminderit, Anila.